Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Një reagim i sapo publikuar në fakt në faqen zyrtare të Instagramit të Selin Bollatit ka ngritur një debat të jashtëzakonshëm tek publiku flasun. Natën e mbrëmshme ju e dini shumë bukur që banorët manifestuan 100 ditorin brenda asaj shtëpie, 100 ditë luftra, 100 ditë debate, por brenda këtyre 100 ditëve kanë patur dhe momente të jashtëzakonshme që i bindur jam pas përfundimit të këtij rrugtimi, do t'i kujtojnë në mënyrë të jashtëzakonshme. Çfarë ka ndodhur? Gjatë kohës kur dolën me makina të bëjnë xhiro, do të thënë një dhuratë nga vllau i madh për 100 ditorin të 4 banorëve të cilët kanë hyrë që në ditën e parë që këtu është Miri, Mali, Brikena dhe Selin, një nga fanset e Mirit, teksa Selin ishte super hiperaktive mbrëm, domethënë ka qenë krejtësisht ajo Selina që unë e kam parë ditën e parë, duke përjetuar dhe shijuar pafund atë moment të bukur që ky rrugtim, ky shijim i dhuroi. Selina bërtiste në për dritare të makinës që o zoti madh më votoni mua, do të thënë kjo goca 23 vjeçare që është mësuar të na falën gjithmonë dashuri. Por çfarë tregonte Miri teksa ishte i ulur me Rogertin dhe me Juelën në verandë? Miri tregonte që një burr që nga ndalur në rrugë dhe pas ka quajtur Selinën kokra e kë, do me thënë duhet ta kuptoni. Unë do ta them troçe, ka quajtur kokra e kurvës, sipas asaj që Miri po tregonte. Dhe këtë debatin, këtë bisedën, Miri i jep të zë, që realisht nuk duhet të jep zë, se është e turpshme, njëre para turp ai që e ka quajtur, sepse çdo banor ka të drejtën që të shprehën ndjesinë e tij se si ndjehet, apo të vërtet të bën tifo për vete, se dhe Mali bënte tifo për vete, dhe është e turpshme që fansat e tjetrit ta quajnë me këtë epitet një banore, sepse ngriste zërin dhe kënaqeshte në atë shëtitje që po bënte. Dhe tani, më e turpshme është që Miri po i jepte zë kësaj gjëje brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Dhe këtë videon e ka shkëputur nga biseda që po bënin Miri, Juela dhe Rogerti, që Rogerti do me thënë e miratonte, po të kam thënë unë, vlla se ajo është kështu, do me thënë miraton atë se çfarë ka thënë dikush jashtë. Miri po qeshte dhe ishte i lumtur që e kishte dëgjuar atë gjën. Familja e Selinës kanë reaguar dhe kërkojnë që nga produksioni të merren masa dhe të mos të lejohet të paktën brenda shtëpisë që të cënohet morali dhe karakteri i vajzës së tyre. Mua më duket e turpshme që një treshe në shtëpi, Rogerti, Juela dhe Miri komentojnë një gjë të tillë që Juela është vetë femër, është vetë këngëtare dhe ajo e di shumë mirë se në çfarë shoqëri të paragjykuar ka jetuar. Unë uroj që të merret një vendim i prerë për këtë gjë, sepse edhe unë nuk e mbështes, edhe turp një herë edhe atyre fansave të Mirit të cilët kanë folur në këtë gjuhë, e pa që ishin të gjithë fansat e Mirit aty, është e nënkuptueshme sepse lokali në të cilën i quan banorët ishte lokali i miku të Mirit dhe normalisht kanë patur mundësinë për t'i mbledhur fansat e tyre, por gjithsesi do me thënë është turp që dëgjojmë fenomene të këtilla.